Këto janë pamjet e ekzekutimit të biznesmenit Edmond Hyka, alias Mondi Mahalla, mbrëmjen e së dielës, pra një karburanti që kishte në pronësinë në periferitë e Elbasanit. Një kamera sigurie ka fiksuar momentin ku 43 vjeçari qellohet brenda makinës së tij tip Range Rover në të cilën ndodhej. Autori, siç duket, mbante një kapuç në kokë kur qelloi të paktën 6 herë. 43 vjeçari Mahalla mori 2 goditje në kokë e të tjera në trup që i shkaktuan vdekjen e menjëhershme. Në këtë fotografi është shfaqur edhe makina tip Audi me portobagazh, me të cilën vrasësi u largua pas krimit. Disa orë më pas, mjeti u gjeti djegur dhe brenda saj kishte pistoleta që dyshohet që u përdor për ekzekutimin e biznesmenit. Marcelo Arani, 32 vjeç nga Elbasani, dhe Armando Kola, 35 vjeç nga Lezhë, u shpallën në kërkim se autor të ekzekutimit të biznesmenit. Por në njoftim, policia nuk saktëson se cili ishte ekzekutori. Në pranga janë vënë 32 vjeçari Gino Aga, i cili rezulton të jetë një shortak në biznes me 43 vjeçarin Mahalla, i dyshuar si bashkëpunëtor në vrasje, pasi rezulton se i ka dhënë automjetin ekzekutuesve, ndërsa 52 vjeçari Kujtim Pisha, rritari karburanti Xhaxhi Oil, pranë të cilit u shënuan ngjarje e rëndë, u arrestua me akuzën moskallëzim krimi, pasi nuk ka dhënë informacion. Policia thotë se 32 vjeçari Gino Aga i ka dhënë makinën e tij Marcelo Aranit. Ky i fundit tashmë në kërkim si një nga autorët e vrasjes, ishte në arrest shtëpie teksa po hetohej nga prokuroria për pastrim të produktës së veprës penale ose veprimtarisë kriminale, pasi është i dënuar në Itali dhe në qershor i sekuestruan 14 pasuri. Faktet e siguruara gjatë hetimit sipas burimeve sugjerojnë se vrasja e Mondi Mahallës është pasojë e konflikteve të kohëve të fundit me Gino Agën, që sipas të dhënave lidhet me mosmarrëveshje për ndarjen e fitimeve nga veprimtaria në biznese, por deri më tani në këtë fazë detajet mbeten duke u verifikuar.